Atëherë qumshi i bletës nxirret në muajt nga 20 prilli deri në 20 qershor. Gati 2 muaj është prodhimi i tij. Edhe për qumshin e bletës kemi shumë kërkesa, kemi shumë çdo vit më shumë shtojmë prodhimin, shtojmë edhe kërkesat. Me qumshin e bletës jemi gati në limit, mund të themi jemi afër kërkesave, nuk është se kemi më shumë nga sa kërkohet. Dorsa për mjaltin që thash, mjaltin jemi në minus, kuptimin që shumë pak vallojmë krahasi me kërkesat. Qumshin e bletës e keni filluar që prej hapjes së fermës? Apo është dashur pak kohë? Qumshi është vonë, ka filluar rreth kemi 5 apo 7 vjet që kemi qumësh blete. Sepse nuk ishit në diani apo sepse nuk mund ta prodhonit? Po dhe nuk kishim aparaturat e duhura, nuk kishim informacionet e duhura për nxjerrjen. Po në raport me çmimin? Sa është, si ndryshon qumshti i bletës me mjaltin e mares, për shembull? Qumshi është sasia, sepse qumshi i bletës është me mililitër, ndërsa mjalti shitet me kilogram normalisht. Po, si përdoret alkes qumshti i bletës? Atëherë, ne kur japim qumshin e bletës, japim edhe mënyrën e përdorimit të qumshit dhe ndahet në bazë të moshës dhe të kilograme që ka personi. Por ne përgjithësi ndahet për qumësh për fëmijë dhe qumësh për të rritur, dozën për fëmijë dhe për të rritur. Për fëmijë varion është 1 shiring, 10 ml, që përdoret 0,5 çdo ditë, ndërsa për të rritur e 3 shiringa, që përdoret 1 në ditë, 1 ml në ditë. Zakonisht përdoret në këtë mënyrë, mbaron shiringa e parë, pastaj e dyta, pastaj në fund fare e treta. Dhe bëhet pak pushim midis tyre për të lënë pak trupin për të rigjeneruar, për të dhënë efektin e tij. Si merret qumshti i bletës? Qumshi i bletës merret çdo mëngjes, një gjysmore para buke. Dhe personi duhet ta marrë përgjithsisht në një kohë që është kohë e freskët, zakonisht preferohet muaji maj, qershor, dhe pastaj në vjesht, shtator, tetor derisa vjen viti pasardhës. Këshillohet të përdoret 1 vit e gjysmë nga prodhimi, domethënë. Në rast se prodhohet sot, duhet të rish 1 vit e gjysmë deri kaq, pastaj më vonë efekti i tij fillon